Për të tretën ditë radhazi, hyrja në fshatin Obot është e pamundur për mjetet e ulta. Lartësia e ujit arrin deri në 40 cm, ndërkohë që konsiderohet në ujë një sipërfaqe prej 100 hektarësh. Automjetet dhe efektiv të forcave të armatosura prej 3 ditësh janë në gatishmëri duke ndihmuar banorët e zonës për çdo nevojë që kanë. Edhe ndërmarrja e shërbimeve publike në Bashkinë Shkodër u angazhua për vendosjen e sinjalistikës në rrugën kryesore të fshatit Obot, kjo me qëllim orientimin e drejtuesve të automjeteve veçanërisht gjatë natës. Ndërmarrja e shërbimeve publike u angazhua për vëmjen e sinjalistikës këtu në fshatin Obot, për arsye për mos me mund marrë makina gjante. Kjo zonë ka përfshi ujë. Në rrugë kena vu nëntësore për arsye këta e njohin edhe rrugën duke pa sinjalistikën. Përveç rrugës kryesore, e cila ka një prezencë uji rreth 40 cm, në fshatin Obot nuk ka banesa me prezencë uji.